Shtymi mbi Shkup vjen nga zjarri në malin Kitka, bëjnë të ditur nga qendra për menaxhim me kriza. Sipas tyre, era po e bart tymin nga zjarri aktiv në Kitka, në territorin e komunës së Studeniçanit dhe komunës së Zelenikovës. Deri tani, në këtë zjarr ka vepruar helikopteri MPB-s dhe nuk kemi marrë njoftim për ndonjë zjarr të mundshëm në Vodno, përveç 2 zjarreve me barë të thatë dhe pyll të degraduar në territorin e komunës së Ilindenit dhe në komunën e Sarajit, në fshatin Bojan, ku është përfshirë pylli, njoftuan nga qendra për menaxhim me kriza. Nga gjithsej 14 zjarre në hapësirë të hapur të regjistruara sot, deri në orën 13:05 janë ende aktive. Një zjarr është vënë nën kontroll, ndërsa të tjerët janë shuar, njoftoi qendra për menaxhim me kriza. Zjarri i parë aktiv ndodhet në territorin e komunave Studeniçan dhe Zelenikov. Pylli po digjet edhe në komunën e Sarajit, në rajonin e fshatit Bojan. Zjarri i vënë nën kontroll ndodhet në territorin e komunës së Kërçovës, në rajonin e fshatit Tajmishte, në vendin e quajtur Darda. Është djegur pyll i Lartahu. Zjarret e shuara kanë qenë në territorin e komunave Vasilev, Vrapçisht, Delçev, Jegunoc, Kumanov dhe Strumic, si dhe 2 zjarre në rajonin e Gostivarit.